Ndërkohë, vazhdojmë me përgatitjen e recetës së radhës. Tani pas Ramazanit, gjithë po kërkojmë diçka sa më të lehtë dhe më thjeshtë, dhe tani po na fillon edhe sezona e lule shtrydheve, dhe sot kam vendosur që të përgatisim së bashku një ëmbëlsirë me lule shtrydhe, e cila bëhet gati në total për 10 minuta. Gjithçka që ju duhet është një tenxhere për tërë ëmbëlsirën. Fillimisht, në një tenxhere do të shtojmë 600 ml me qumësht. Nëse ju keni dëshirë që të përgatitni më shumë, lirisht mund t'i fishoni gjitha masat që unë po i përdor. Dojmë që të shtojmë sheqerin. Sheqer, në total, unë do të shtoj 3 lugë gjelle. Nëse juve ju duket pak, mund shtoni 1 lugë gjelle më shumë. Nëse ju duket shumë, mund shtoni edhe më pak, sipas shijeve të juaja. Përziejmë mirë dhe e vendosim në zjarr mesatar derisa pudingu ta fiton trashësinë e dëshiruar. Tani që pudingu ka fituar trashësinë e dëshiruar, e largojmë nga zjarri. Pudingu vali nxehtë, do të shtojmë 1 lugë gjelle me gjalp, mund përdorni edhe margarinë. Ashtu do të shtojmë edhe 2 lugë gjelle me shmand, alk, salcë kusi, pavllak në vende të ndryshme, firet me emra të ndryshme. Në total shtojmë vetëm 2 lugë gjelle në këtë recetë për këto masa. Tani përziejmë mirë derisa salca e kusit edhe gjalpit shkrihen tërësisht tek pudingu. Tani do të na duhen 100 gram biskota, por biskotat i kam prerë kështu në coza pak më të mëdha. Biskota thjeshta, të cilat i përdorim për ëmbëlsira. Ashtu do të shtojmë brenda edhe 150 gram lule shtrydhe. Unë po përdor lule shtrydhe të freskëta, të cilat i kam prerë në coza më të vogla. Nëse nuk mund të gjeni lule shtrydhe të freskëta, mundeni lirisht që të shtoni fruta tjera të cilat i keni në sezon ose lule shtrydhe të ngrira. Vazhdojmë shtojmë brenda. Përziejmë mirë tani me lugë dhe ëmbëlsirën e kemi gati. Vazhdojmë ta shërbejmë në gota. Marrim gota për ëmbëlsira dhe vazhdojmë të mbushim me kremin që përgatitëm. Për t'i dekoruar sipër ëmbëlsirat, do të përgatisim një shllak pena me ngjyrë të bardhë. E vendosim një paketim në një hinë më të madhe. Për ta përzier dhe për ta bërë kremoze, do të shtojmë 150 ml me qumësht. Dojmë e përziejmë me mikser për 3-4 minuta derisa të trashet mirë dhe të forcohet mirë. Tani që është forcuar mirë kremi, vazhdojmë dhe i dekorojmë ëmbëlsirat. Kremin e kam shtuar në një qese dekorative dhe do të vazhdoj që t'i dekoroj pjesët anësore. Ju mund t'i dekoroni gjithmonë sipas dëshirës së juaj ëmbëlsirat. Ndërsa në mes do të shtoj nga një lugë marmalat prej lule shtrydheve. Dhe të dashur miq, ëmbëlsirat i kemi gati. Lejojmë që të ftohen diku për afërsisht 20 minuta në frigorifer dhe janë të gatshme për të shërbyer. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni për një ëmbëlsirë të lehtë, të shpejtë dhe plotësie. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.